Turneu Prishtina Padel Open është me edicionin e tretë të tij, që nga themelimi i federatës në vitin 2021, çdo vit e më shumë veç po shënon rritje si ky edicion ashtu edhe turne të tjerë. Tashmë prej themelimit të federatës vitin 2021 kemi organizuar më shumë se 30 evente këtu në Prishtinë dhe në Kosovë. Ndërsa sa i përket interesimit, padyshim që është shumë i madh. Kësaj here ka një rëndësi më të veçantë për arsye se i kemi bërë edhe ftesë Federatës Padelit Shqipërisë, edhe i kemi një numër të madh të lojtarëve që kanë ardhur nga atje, edhe po shpresojmë që me bërë kështu si turne tradicional, një herë në Prishtinë, një herë në Tiranë, po patjetër që do të ketë shpërblime, do të ketë edhe trofe, do të ketë edhe, domethënë, me mjete financiare. Në të njëjtën kohë do të ketë edhe disa dhurata të vogla, mirë po ajo që është kryesorja e këtij turneu është që do të jetë fitimi i pikëve, domethënë është rankimi me pikë, ku përgjatë turneve të tjerë do të kenë benefite në ranglistën ndërkombëtare. Ne për momentin po zhvillojmë shumë bisedime bashkë për të rritur sa më shumë bashkëpunimin, po mendojmë që muajin tjetër të kemi një Tirana Open që shumica e lojtarëve nga Federata e Kosovës të vinë në Shqipëri, po mendojmë për një Balkan Tour për FIP-in që të jemi në Shqipëri ose në Kosovë, po mundohemi të zhvillojmë sa më shumë padelin në gjithë Ballkanin. Padeli si sport i ri është në zhvillim me sipër, edhe shumica e sportistave nuk kanë marrë një edukim paraprak, nuk e kanë atë vetdijen e dëshiruar në lidhje me antidopingun, edhe për këtë e pam të arsyeshme që me ngrit vetdijen edhe mes të sportistave që janë këtu, sepse sportisti kur regjistrohet në klub i pranon rregullat, e pranon kodin e mirësjelljes, duhet me di që ka edhe rregulla të antidoping, të cilat duhet më u përmbajt. E ideja është me parandalu, mos më shku veç qysh mi në zonë edhe mi ndërshku, po me parandalu edhe me rritë të vetdijen mes në komunitetit të sportit.